Ushtarakët e forcës së sigurisë të Kosovës po vazhdojnë përgatitjet për ushtrimin më të madh ushtarak në Evropë, Defender Europe 2025. Pas pezullimit që ju bë Kosovës në vitin 2023, ministri Ejub Maqedonci konfirmoi se Kosova sërish do të jetë mikpritëse e këtyre stërvitjeve që pritën të zhvillohen në muajin e ardhshëm. Derisa suksesi nuk vihet në dyshim, njëosit e sigurisë kanë kritika sa i u përket resurseve. Ka djelevojda dhe kanë arrit një strategji të mjaftueshme me pas sukses. A është e kënaqshëm? Jo, nuk është e kënaqshëm sepse ne kemi qalu 2 vjet e fundit, sidomos kemi qalu për shkak sancione, për shkak organizimi dhe për shkak ideo politike apo populizmi të tepër në ndaj FSK-s. Megjithatë, më optimist shprehet njësi i sigurisë Arben Dashevci. Dhe vetëm duhet shkojmë në këtë tempo që të realizojmë synimet tona në aspektin e sigurisë dhe mbrojtjes, ashtu si që është çdo vend bashkohor demokratik, sepse ne tek e fundit në asamblenë parlamentare të NATO-s nuk jemi më si vëzhgues, por jemi sikur antar i asociuar. Ani pse Kosova ishte një nga vendet nikoqire të kësaj stërvitjeje në vitin 2023, ajo nuk mundi ta çonte deri në fund aktivitetin pasi më 30 maj, ambasadori atëhershëm amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier tha se për Kosovën ato stërvitje kanë marrë fund. Këtë ndëshkim SBA e ndërmori ndaj Kosovës për, siç u tha, injorimin e këshillave për të shmangur rritjen e tensioneve në pjesën veriore të vendit.